أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد falënderimet, lavdërimet, gjitha adhurimet i takojnë Allahut Azza wa Jall, atë falenderojmë, falje, shpëtim dhe ndihmë vetëm prej Tij kërkojmë. Falenderojmë Allahun Xhelle Xhelalu për të mirat e shumta që na i ka dhënë, në veçanti e falenderojmë që na ka zgjedhur në mesin e gjitha krijesave, na ka bërë musliman, na ka bërë ummet dhe pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Salavat dhe selamat qofshin për të dashurën e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e Tij të pastërt, shokët e Tij të sinqert dhe gjithë ata të cilët e pasojnë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bëf të atill që do ta pasojmë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa jemi gjallë. Vëllezër të dashur, gjithashtu ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe gjitha mirësitë e Zotit qofshin mbi ju. Sot me lejen e Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë me një sure tjetër prej xhuzit të fundit, surja e cila ka emrin Al-Qari'a, është surja e 101 që vjen e radhitur në renditjen e Kur'anit, i ka 11 ajete, është një sure që përmban brenda saj edhe pse kaq e shkurtër e tregon një realitet të madh që shumica e njerëzve nuk dëshirojnë me e besu. Para se të fillojmë në kuptimin e ajeteve, na qish kur kena qenë edhe për në mektebe, por qish kur bëhemi me ditë, dhe sigurisht elhamdulillah, dëmë rritemi në asy vende ku përmendet Allahu Azza wa Jall në familje muslimane, që përmendet Allahu Xhelle Xhelalu, qish në fëmijëri i mësojna kushtet e besimit. Andaj hadithi i njohur, hadithi i Xhibrilit alayhis salam, siç e kemi cekur, kur një ditë vjen pejgamberi ashtu të kenet me sahabat, vjen në formë njeriu Xhibrili alayhis salatu wassalam dhe ulet, saqë sahabit thanë, edhe një njeri me tesha të bardha, me flokë të zeza, pa pasur asnjë shenjë të këmbëve, thotë dhe ul në mesin ton dhe po i ban pyetje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në mesin e këtyre pyetjeve ka qenë edhe pyetja: "Ya Muhammad, mal iman?" O Muhammed, çka është imani? Çka është besimi? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "El iman an tu'mina billah." Iman është me besu Allahun Azza wa Jall, wa malaikatihi, me besu melaqet e Zotit, wa kutubihi, me besu librat e Zotit, wa rusulihi, me besu të dërguarit e Zotit, wal yawmil akhir, me besu ditën e mbrëmje, wa bil qadri khairi wa sharri min Allah Ta'ala, dhe se çdo gjë që ndodh me besu në caktimin dhe përcaktimin e Allahut Azza wa Jall. Në mesin e këtyre kushteve të imanit, Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na mëson se është me besu wal yawmil akhir, ditën e mbrëmje, ditën e gjykimit, ditën e kiametit. Ai i cili e mohon një kusht prej kushteve të besimit, do më thonë nuk është musliman. Kreti beson në Allah dhe me lajket, po thot nuk ka ditë gjykimi, nuk ka ditë llogarie, nuk ka ditë ringjallje, ai nuk është musliman, sepse Allahu Azza wa Jalla thotë kështu: ai i cili mohon Allahun, pejgamberin, librat, po edhe një nëse e mohon, faqad dhalla dalalan ba'ida, ai e ka humb dhe është humb me një humbje të madhe këtë botë dhe në ahiret. Për prej kushteve të besimit është me besu ditën e ringjalljes. Nëse shikojnë në Kur'an dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, besimin në Allahun dhe besimin në ditën e fundit në shumë ajete ka ardhur e bashkangjitur. Do t'i ceki vetëm disa ajete për ta kuptuar se si Allahu Xhelle Xhelalu e ka cekë në këtë lloj mënyrë. Edhe pse ka shumë ajete. Në një prej ajeteve që Allahu Xhelle Xhelalu thotë: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir." Thot shembullin më të mirë e keni në pejgamberin tuaj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nëse jeni ata të cilët e besoni Allahun dhe ditën e mbrëmjes. Dhe nëse jeni ata që e përmendni Allahun Xhelle Xhelal. Pra nëse jeni për një musliman, ta dini që shembulli më të mirë e keni pejgamberin alsam, i cili ju mësoi që me besu Allahun dhe me besu ditën
e ringjallës ditën kur dini para Allahut te bareke ve teala. Po ashtu është edhe një ajet tjetër, Allahu zot thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasula wa ulul amri minkum." O ju muslimanë që keni besuar, binduni Allahut, binduni pejgamberit alayhis salam dhe njerëzve të mençur që janë në mesin e juaj. Nëse keni ndonjë mosmarrveshje, kthehuni prapë te Allahu, kthehuni prapë te suneti i pejgamberit alayhis salam. Nëse nuk e gjoni, kthehuni prapë te të mençurit e juaj që janë në mesin e juaj. Nëse jeni ata të cilët e besoni Allahun xhel xhelalu dhe e besoni ditën e fundit, ditën e kiametit, ditën e ringjallës, e sigurisht këto janë argumente për ata që nalën, logjikojnë dhe mendojnë. Në për hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kështu kanë ardhur disa hadithe. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Kush e beson Allahun dhe ditën e ringjalljes, ditën e fundit, let fal fjalë të mira ose let hesht. Let fal fjalë të mira ose let hesht, sepse çdo fjalë pastaj do të peshohet ditën e llogarisë, ditën që kena me dal me dhon llogari për Allahut azza wa jall. Është një hadith tjetër ku pejgamberi alayhi salatu wasallam thot: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dayf." Kush e beson Allahun dhe ditën e fundit, shikoni se si i ka bashkangjitur edhe pejgamberi alayhis salam. Kush e beson Allahun dhe ditën e fundit, le ta respektojmë musafirë. Me një hadith tjetër, kush e beson Allahun dhe e beson ditën e fundit, ditën e ringjallës, ditën e krismës së kiametit, mos t'i bën padrejti, mos t'i bën zullum kushis. Dhe shumë hadithe tjera, të cilat kanë ardhur në këtë lloj forme. Pse vëllezër të nderuar, Allahu i mëdhëruar në Kur'an dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam e kanë bërë këtë bashkangjitje, besimin në Allahun dhe besimin në ditën e ringjallës. Por arsye se shumë njerëz të atill ka që nuk e besojnë ditën e ringjallës. Edhe na e shohim me sy ton në kohën ton që po jetojna në për media, domethënë burri ndoshta ai ka bërë 80 vjet, Allahu azza wa jalla ka dhënë jetë 90 vjet, del pa pik turpi dhe thot se nuk ka ditë ringjallë. Si ka mundsi? Si ka mundsi njeriu ka në këtë botë pas një qëllim? Kena ardhur vetëm kështu, kena ina kriju me ardh me hëngër dhe me pi dhe me shku në botë që pa asnjë qëllim, me shku dhe vet pa asnjë qëllim? Jo. Jo kështu Allahu azza wa jalla nuk thot. Kështu kanë qenë edhe të partë, të popujt që kanë qenë para nesh. Kështu kanë qenë, ka pas njerëz edhe në kohën e pejgamberit islam, kështu ka njerëz në kohën tonë dhe do të ketë njerëz të atill të cilët do ta mohojnë ringjallën. Ka njerëz të cilët e besojnë Allahun por se besojnë ditën e ringjallës. Ka njerëz që e besojnë Allahun po nuk e besojnë ditën e ringjallës. Krejt këto, të cilët nuk e besojnë Allahun dhe nuk e besojnë ditën e mbrëmjes, por çfarë Allahu xhel Kur'an po na thek, e besojnë Allahun por dhe ditën e fundit. Nuk ka mundësi me besu Zotin e mos me besu ditën e ringjallës. Nuk ka mundësi me besu Zotin i cili të ka kriju edhe e din që Allahu xhel ka kriju për një qëllim dhe marrën këtë botë me jetu edhe mos me shku dikon me dal përsëri me dal para Allahut azza wa jall. Nuk ka mundësi. Por atë Allahu xhel thot, ata të cilët e besojnë Allahun dhe ditën e mbrëmjes. Surja Al-Qarya është një sure që flet për ditën e ringjallës. Kena thonë që Allah i madhruar në mesin e 4 melekeve e ka obligu një melek që s'ka që tërpun. E ka vetëm një detyrë, mi fri diher surit, ati bririt, si që ka në për hadithe dhe në ajetet kuranor. O në fi khafisur, ku t'i fri bririt e madh atë dit, e para është ku të shkatrot këtë dunjo, dhe dita kur të ringjallemi. Momenti i dit është ku të ringjallemi. Pikërisht, kjo sure Al-Qarya flet për herën e ditë kur t'i friret surit dhe gjithë të dalmi para Allahut te bareke ve taala. Është një sure, siç kena thënë, sure Mekase dhe kena thënë surët e Mekës, surët që kanë zbritur në Mekë, zakonisht flasin për madhështinë e Allahut azza wa jall dhe flasin për kiametin. Folin për kiametin, edhe sure Al-Qarya është sure që ka zbritur në Mekë dhe fol për kiametin. Bismillahirrahmanirrahim. Thot Allahu xhalla xhelalu Al-Qarya. Gjemimi, zëri i frikshëm, krisma. Me Al-Qarya, çka është kjo e krisme? Çka është ky zon i trishtueshëm? Çka është ky gjemim? Allahu azza wa jall prabetot Al-Qarya, pasi thot me Al-Qarya dhe përsit edhe të herë wama adraka me Al-Qarya. Çka të bën ty ta dish se çka është Al-Qarya, çka është ky trishtim, çka është ky zon? Allahu azza wa jall dy sure i ka prun këtë lloj forme. Dy sure i ka prun. Surën Al-Haqqa ka thonë Al-Haqqatu
mal haqatu wama adraka mal haqa. E vërteta. Ku di e vërteta? Çka është e vërteta? Ku di ti çka është e vërteta? Të njëjtën e ka përë edhe në sura Al-Qari'a. Për e vërteta e pashmangshme. E njëjtin kuptim e ka. Dalja para Allahut azza wajal, kur kush s'ka mundësi me ik. Edhe këtu Allah azza wajal thot Al-Qari'atu mal qari'a wama adraka mal qari'a. Gjemimi, një zë të rishtueshëm. Ku e din ti çka është? Kanë thonë dietarët kur Allahu xhallal xhelalu dhe kena treguar edhe në për sure të tjera, kur Allahu i madhruar e përsërit diçka përsërit në Kur'an një herë, dy herë, tre herë, kjo na bën me kuptues se është diçka shumë e madhe. Është diçka shumë e madhe, është diçka shumë me rëndësi, është diçka që ka shumë peshë. Dhe nëse lexojmë Kur'anin e shohim se Allah i madhruar sa e ka cek ditën e llogarisë. Ditën e takimit me Allahun xhallal xhelal. Kan thonë lemaja mbi 80 herë Allah i madhruar e ka cek me emën ditën e Kiametit. Yawmut taghabun, yawmud din, yawmul mashhud. Do të thonë emra të ndryshme për me na bën me kuptuar që na sa që lexojmë Kur'anin, na bën me dije që një ditë kena me dal para Allahut azza wa jall me dhon dhe kena me dhon llogari para Allahut te bareke ve taala. Pastaj Allahu xhallal xhelalu përveç se i ban këtë pyetje, duke na thonë se zon i trishtueshëm, është një zon i madh, vëllezër të nderuar, para mendoni një kur bie shi, domethënë, edhe sa i friksuar është njeriu kur veton ose kur ka të krisme. Saqë edhe kanë bërë disa video edhe kafshat, domethënë kafsha ashtu flet, domethënë e kanë një lloj frike të madhe nga kjo kërcitje, është një kërcitje më e madhe. Ama dallim me këtë, kjo shumë e madhe, kjo është pa ma i gjinueshme. Andaj Allahu azza wa jalla pastaj thot yawma yakunu an-nas kal farashil mabthuf. Pra, po na bën pyetjen, a di ti çka është ky zonjë i madh, ky zonjë trishtueshëm, ky gjemim i madh, po nuk e di. Atëherë Allahu azza wa jalla na tregon, yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuf. Është një zonjë i tmerrshëm, një zonjë i madh që njerëzit kanë i bën të ingjësojnë atyre insekteve ose siç kanë thënë dietar kel farash il mabthut, sikur flutra. Flutra është insekti më i dopt dhe është një çfarë lloj insekti që nuk ka orientim, nuk di ka shkon. Edhe nëse në mesin e natës është një zjarr, e din që është zjarri i rrezikshëm për ta, çka bën shkon udhët në zjarr. Kështu Allahu xhallal xhelalu tregon për këtë ditë të madhe. Yawma yakunu nasu kel farash il mabthut. Për Allah azza wa jall, siç kanë thënë dietarët, kur ti frihet çurit, trishtimi i madh që ndodh me të parën që dalin nga toka, gjithë shpirtrat që na morin gjallën me kur ti frihet çurit, siç ka ardhur edhe në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se njeriu kur vdes çdo sen tretë zhduket përveç kërbishtit që e ka. Përveç kërbishtit që e ka, ajbu dhanab që nuk tretet, nuk zhduket. Dhe Allahu i jep emra që morin gjallë. Që na morin gjallë para Allahut xhel. Momenti i parë që dalmi, Allahu azza wa jalla na ngjason me këto flutra. Kena me dalën dhe si cili nuk di ka me shku, nuk di ka me jamat, është një trishtim i madh. Yawma yakunu nasu kal farash al mabthuth wa takunu al jibalu kal ihn al manfush. Tene simboli i forcës është kodra dhe malet. Kur dona me vduti kanë, si është i fuqishëm i fortë si mal, si kodrat, i fuqishëm. Allah i madhruar shikon se si i përshkruan kodrat këtë ditë. Keni mi pa thot kodrat Yawma wa takunu al-jibalu kal-'ihn al-manfush, kurse malet i shef si lesh i shprishur. S'kan kuni çfarë lloj peshe këtë ditë e madh. Sa të mëdha janë. E mal baras peshën e tokës, ditën e llogarisë nuk kanë peshë hiç. Kjo na tregon që te Allahu xhallal xhelalu senat nuk matën me madhsi, por matën me diçka tjetër. Matën me niyetin e pastër dhe me veprat të cilat i bëjnë këtë dunjë. Andaj Allahu azza wa jalla në Kur'an yes'alunika 'anil jibal, të pyesin ti për malet, faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Të pyesin ti për malet që janë të mëdha, thuaj këtë ditë janë të shprishur, të zhdukur, plumb dhe hi, nuk shef as lugin, as kodër, as kurrë. Është një ditë e rrafsht, një ditë që kena më dal këtë para Allahut te bareke ve taala. Wa takunu al-jibalu kal-'ihn al-manfush, dhe shef kodrat të shprishur. Është një ditë e madhe, është një ditë që kena me dalë këtë para Allahut te bareke ve taala. Njëherë dalmi sikur këto flutrat të trunditur nga ky zon i tmerrshëm, e pastaj Allahu azza wa jall përsëri thot ke annahum jaradun muntashir. Pastaj na thirr edhe një zon. Pasi që
të veprojnë këtë mirë, si të çoroditur, siç kena tregu edhe për krismën e parë të Kiametit, ku Allah i madhëruar thot inna zalzalata as-saati shay'un adhim. Krisma e Kiametit është një krismë e madhe, që nëna e hodh fëmin e vet dhe njerëzit i shefë si të deur. Edhe në krismën e ditë, nga momenti që dalën nga toka, kena me kon të çoroditur, të humbur, nuk dina kam jamon. Pastaj thrin një zonë përsëri, ke annahum jarad muntashir, këtu Allahu azza wajal thot si karkaleca. Ata kanë një orientim. Dhe kështu thot keni më bën gjithë bashkë para 90 në rruar pitë njëri pa. Tash sajnë 8 miliardë njerëz, 8 miliard. Po pinë kohën e Adem alayhis salam, miliarda njerëz. Këtë kena me dal dhe më unisën bashkë me dal para Allahut azza wajal dhe më u gjiku, secili për veprat e vet. Është një ditë e madhe, është një ditë e trishtueshme. Secili ka gajle. Kur e veti Aisha radhiyallahu ta'ala anha pejgamberi alayhis salam, se pejgamberi tha këtë na zhveshur këtë ditë para Allahut azza wajal. Tha ja Rasulullah, tha kur kujt nuk i shkon mendja me pa dikant tjetër? Jo tha këtë ditë tha. Këtë ditë secili ka gajlen e vet. Këtë ditë secili ka gajlen e vet, se çka ka më thënë Allahu te bareke ve taala. Mirë po, na që jemi musliman, që kemi besuar Allahun azza wajal, wallahi është gëzim dhe përgëzim i madh nga Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kena me prit shumë 50.000 vite para Allahut, ama jo për besimtar. Tha pejgamberi sa, kjo pritje për besimtarin është sikur koha periudha që e falë një namaz, ose edhe më shpejt. Është përgëzime për neve, ata të cilët e kanë besu Allahun te bareke ve taala. Njeriu besimtari, qish kur vdes, është prej sunetit pejgamberit sa me çusa më shpejt te vallë. Po pse? Sepse ka qef me taku Zotin e vet. Pin këtë çast, i lehtësohet dhe ka qef me shku se Allah i ka përgatitur xhenet. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa. Kush e do takimin me Zotin dhe Zoti do takimin. Edhe andaj i thot me lajkeve më çoni më shpejt te Zoti. Pa besimtari, qafiri, në momentin që vdes, ka dëshirë mos me përshpejtu. Pse? Se ko pas kohë që vjen, ati i bote edhe më vështirë. Në momentin e vdekjes, thot e urren takimin me Zotin. Se e din se s'ka po kurrxon për Allahun azza wa jall. E prit xhehenemi. Belës kanë me thonë kështu kur të rinjallan për herë ditë. Në momentin kur ti friçosh për ditë më rinjall, qalu ya waylana man ba'athana min marqadina. Kush na bani neve më rinjall? Pse s'do më rinjall? Se e din që do të më dal para Allahut me dhon llogari. E din se në këtë botë ka besu. Kështu kanë qenë vëllezër nderuar. Kështu kanë qenë pa besimtar. Edhe te popujt e mëpashëm. Te populli i Hudit, te populli i Salihut, çka kanë bën? Kur i kanë thënë pejgamberit e Allahut, pa besimtar, me besu Zotin xhelel xhelalu, çka kanë thënë? Na tregon ti këtë kiamet kur ka mendon. E kanë përshpejtuar. Ju kanë thënë pejgamberëve, na e tregoni këtë ditë nëse jeni të sinqert in kuntum sadiqin. Atë pejgamberët e Zotit kanë bërë dua, Allahu azza xhel popujt para umetit pejgamberit i ka dënuar. E kanë ndip dënimin, e kanë ndip vërtetën dhe ka çuzot, i ka shkatruar. Po edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin. Pejgamberi alaihi salam sa ka qenë Mekë, ju ka kujtu, po çfarë të them surët e Mekës flasin për kiametin. I ka thirrë me kabile, me fisë. I ka thirrë me fisë, ka thonë keni frikë Allahun xhelel xhelal, besoni ditën e kiametit, është një ditë e trishtueshme, besoni, ejeni, thuni la ilaha illallah, keni me shpëtu. Dhe këto shka i thashin për këtë kiamet që po na kallzon, që e mohonin, wa yaquluna mata hadha al-ba'd in kuntum. Kur është ky premtim Muhammed o Muhammed që po na thot për çdo ditë, na lodhen. E për çka Allahu xhelel xhelal thot kena mirin gjallë dhe këto kanë me pa realiteti, kanë me thon po kanë pas ka qenë për një me vërtet. Wa yaquluna ya waylana man ba'athana min marqadina. Kush na thirit që të ringjallë. E din që kanë me dalë para Allahut, e din që kanë me Zotin, e din që veni i tyre është xhehenemi. Kanë me thonë, mirët na, mirë po kanë më rinjallë, kanë me dalë para Allahut azza wa jall. Kanë me dalë me dhënë llogari para Allahut te bareke wa taala. Pastaj Allahu xhelle xhelalu tregon pasi që të rinjallmi, ka ala procedura dhe procese të tjera, thot fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Ati të cilit i peshon peshorja e veprave të mira shumë, përgëzime për këtë. Ka me pas një jetë të lumtur, pra botë mohabet edhe qëllimin e ka për në xhennet. Lum ai i cili ka bërë vepra të mira. Andaj o xhamat të nderuar, çdo të mirë që na cek edhe me hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos asgjësoni asnjë vepër të mirë. Pasha Allahun, një buzëqeshje, edhe diçka nëse ke hek për rrugës siç na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është sadaka, që kjo ka me ta peshorën e veprave të mira.
Ka me pëshu shumë të Zotit xhelle xhelalu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ittaqullahu walau bi shiqqi tamr. Keni frikë Allahun xhelle xhelalu edhe sa një gjysmë hurme. Me marr me këshin gjysmë hurme, shumë e vogël. Si ka mundsi? Allahu ka me zmadhu, ka me bon sa kodër. Çka? Me ta peshorën e veprave të mirë, për me të shpëtu. Kjo është për besimtar. Andaj mos asgjësoni asnjë vepër të mirë, se nuk I dihet me çka mundmi me peshorën e veprave të mirë. Edhe thot fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ai që ka besuar Allah, ka bëu vepra të mira, e ka peshon e veprave të tij me vepra të mira, duke I bindë Allahut, duke zbatuar urdhat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka mi peshu shumë dhe shpërbimi I tij është xhenet. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dhe ka mu kënaq pastaj në xhenet, ka me jetu në pafundsi. Pastaj Allah azza jall tregon për palën tjetër, wa amma man thaqulat mawazinu wa amma man khaffat mawazinu. Dhe ati të cilit nuk I peshon hiç peshorja, është e lehtë, s'ka bëu kur gjën për Allah azza wa jall. Fa ummuhu hawiya. Ai do të ketë strehim xhehenemit. Fa ummuhu hawiya. I thonë arabisht namaz. Është përmend këtu fa ummuhu hawiya. Si më thënë streja, ai vendbanimi, ajo që I mbledh këta është xhehenem. Fa ummuhu hawiya. Wama adraka ma hiya. Pra Allah azza wa jall ku e di ti çka është hawiya? Është një grop e xhehenemit, Allahu na ruaj, ku vendi I tyre, ky vend do të jetë për ata të cilat nuk e kanë besuar Allahun te barekuhu ta. Pastaj Allahu xhallahu ta narun hamiya. Është një zjarr I flakruar, është një zjarr që është duke u ndezur, siç ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 1000 vite është ka. 1000 vite është bën I bardh dhe 1000 vite është bën I nxit, kjo është zjarri I xhehenemit. Është përgatitur për ata të cilët e kanë mohuar Allahun azza wa jall. Po kjo është dënimi I fundit I atyre që kanë hyrë në xhehenemin. Tham që dënimi fillon çish në këtë botë. Çish në varr. Edhe pastaj vijnë procese tjera që dënimi ju shumëfishon derisa të hyjnë në zemrën e xhehenemit. Andaj pranë këtë sure Allahu te barekuhu teala na tregon kiametin, që është diçka shumë e vërtetë, është premtim I Allahu te barekuhu teala, dhe pastaj Allahu xhelle xhelalu na tregon atë trishtimin e madh që do të ndodhë, dhe kena thënë se elhamdulillah ne që besojnë Allahun xhelle xhelalu na nuk kena me shiju as pak krismën e kiametit. Krisma e kiametit është një lloj dënimi për ata të cilët kanë mohuar Allahun te bareke ve taala. Dhe pastaj Allahu xhelle xhelalu tregon se një ditë kthimi është te Zoti xhelle xhelalu, kena me dal krejt pa dallim race, pa dallim kombi, pa dallim ngjyre, këtë kena me dal te barabartë para Zotit xhelle xhelalu, para madhërisë së tij, për me dhënë llogari. Dhe pastaj Allahu xhelle xhelalu na tregon se kush shpëton dhe kush nuk shpëton. Ai I cili ka bëu vepra të mira, lum për ta. Ai I cili ka mohuar Allahun xhelle xhelal, ai I cili I thoshte pejgamberit në këtë dunjë, kur është ky premtim që erdhi momenti me e pa me sytë tu, por nuk ka kthim asnjëherë në këtë botë për me përmirësu atë gabim. Kjo vëllezër të nderuar është shkurtimisht kuptimi I surës Al-Qari'a. Elus Allahu subhanahu wa taala që këto mesazhe të kësaj sure dhe gjitha sureve që jemi duke shpjeguar të na bojnë dobi, të jenë udhëzim në jetën tonë. Elus Allahu subhanahu wa taala që këtë Kur'an që ka zbrit të jetë dritë në jetën tonë, të jetë udhërefisi jon I vetëm që na tregon rrugën e vërtetë. Elus Allahu subhanahu wa taala që këtë iman që na ka dhënë Allahu azza jall na ruaj, sepse ki iman pra do të jetë shpëtim për neve këtë botë aq më shumë atë ditë kur dalmi para Allahu te bareke ve taala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.